Dhe gjithashtu Tirana e cila luan Elbasan. Si mund shpëtoj Tirana? Po shoh në për gjitha të emisionet sportive tjera më radhë, askush vjetë dhe para disa viteve, gjithmonë bënin llogarira që kush do bjeri, kishte opsione. Sot, ose këtij javë, po shoh që nuk ka asnjë mundësi, ka shumë opsione që janë shumë, që janë një variante shumë të mëdha për të tentuar ose për të përcaktuar kush do bjeri dhe kush do qëndroj. Por një gjë ta them, që njëra nga këto skuadrat, Bylisi me Vorën, do të janë të rrëzuara nga kategoria. Mendojnë që do të vendoset gjithçka në ndeshjen direkte? Pa diskutim se ajo ndeshje e përcakton dhe mendoj që Bylisi është mirë rrezikuari. Sepse ndeshja luhet në Vorë dhe tani bëhet fjalë për një skuadër që do bjeri direkt, do të bashkohet Flamurtarit. Dhe kjo skuadër që do të bashkohet Flamurtarit, mendoj se mund të jetë Bylis, sepse Teuta luan një ndeshje me Egnatian, pavarësisht se Egnatia ka bërë një transformim të ri në staf dhe shpresoj që trajneri Dede të ketë suksese në atë, sepse e njoh personalisht, është një trajner shumë serioz, është një trajner që i apasionuar mbas futbollit dhe jep gjithçka për të arritur suksesin. Është egoist në vetvete, do gjithmonë të fitojë dhe ka një element shumë të rëndësishëm në futboll. Mendoj se mund të gjejë ambientin e përshtatshëm ke Ignatia dhe do të arrijë. Por gjithmonë i mëshoj këtij fakti. Ndeshjet e fundit kanë shumë element brenda. Elementi kryesor është impenjimi, angazhimi i skuadrave që kanë dëshirë për ta fituar ose kanë një motiv brenda për ta fituar, sepse çfarë ndodh në nivele të barabarta, siç janë skuadrat, mungon një marsh apo një impenjim i një skuadre dhe pa diskutim që skuadra tjetër është më e predispozuar për ta fituar. Pra, neglizhon, jo se në thonjza e tolerancë ndeshje për niset, si thuaç me një marrëveshje të brendshme që do ndodhi kjo e tjera me radhë, po thjesht u mbet impenjimi skuadra që e ka arritur objektivin. Po, ndërkohë, një ndeshje shumë e rëndësishme do jetë dhe Elbasani Tirana, me Elbasani që është në krye të klasifikimit, mendon për Final Four, por nga ana tjetër Tirana e cila sërish rrezikon. Shiko tani, unë Elbasanin e kam përcaktuar si një skuadër që do të fitojë kampionatin. Për disa fakte. Gjithmonë duke u mbështetur ke barazia që ekziston në skuadrat. Gjithmonë kjo është referenca. Po patjetër, mënyra, loja, niveli që kanë treguar, performanca. Ana se si e interpretojnë futbollin me të gjitha elementet teknik, taktik brenda, dhe unë bëj vlerësimin teknikisht, pastaj se çfarë ndodh jashtë fusha e futbollit të nuk mund ta them sepse nuk e mbroj dot dhe nuk di çfarë të them në këtë drejtim. Por ama në aspektin taktik dhe në mënyrën se si interpretojnë lojën, me të gjitha elementet teknik, fizik dhe psikologjik, se shumë i rëndësishme elementi psikologjik. Fiziku pa diskutim që përse detaj janë, por elementi psikologjik e shumë, këto ekzistojnë tek Elbasani. Ka vrull, ka ritëm dhe mbi të gjitha ka entuziazëm. Gjithmonë duke i barazuar në elementet, si thuaç, të gjitha të elementet që thash, pra, në momentin që janë barazuar, diferencën e bën këto. Dhe unë, duke parë këtë element, mendoj që skuadra fituese do të shkojë drejt këtyne mundësive dhe mund të arrijë të fitojë. Sepse çka ka ndodhur? Ju e dini shumë mirë, sepse gjithë ditën, gjithë emisionet, juve gjithmonë lançoni elementet si thuaç analizave tjera me radhë. Një skuadër që toleron ose nuk ka vazhdimsi, pa diskutim që në një moment tjetër kur tenton që të angazhohet maksimalisht, do të ketë probleme, sepse futbollistin e mban në tonus aktiviteti, gatishmëria, ule gatishmërinë në një moment që tjetër që ti do tentosh të kërkosh gatishmëri apo të kërkosh seriozitet,
do kesh probleme. Pra, vazhdimësia është elementi shumë i rëndësishëm në futboll që t'i jep mundësinë dhe garancinë për të ecur përpara. Dhe unë këtë nuk e kuptoj për skuadrat që tentojnë të dalin kampion. Pra që dalesh kampion është një ëndër shumë e madhe, nuk e di pse shoh sa tolerim ose neglizhime, le të themi, të disa skuadrave që janë në vend të parë si Egnatia apo Elbasani që u humbi këtë javë, apo Vllaznia e tjera me radhë.